Tregimi I parë për këtë shtëpi na u dha në familjen Ramaj, pra në familjen time, nga stërgjyshja Dile Ramaj, nxënëse e shkollës së parë shqipe tek Don Mikel Tarabulluzi. Ajo, si fëmijë, përshkroi bukurinë e shtëpisë dy kaçe, vendase, ashtu siç thot populli, që gur mbi gur ndërtohet kalaja, fil pashku, me bujarinë e tij ndërtoi një vatër të zemërgjansisë. Me rastin e kësaj ceremonie solemne të hapjes së punimeve për restaurimin e kësaj shtëpie, kam nderin dhe ndihem I privilegjuar të jem këtu para jush dhe t'ju them disa fjalë për familjen Pashku, familjen time e cila më bën çdo qelizë të trupit tim krenar. Në emër të Gjon Pashkut, në emër të Kol Pashkut, gruas së tij Agës dhe djemve të tij që janë prezent këtu në mesin tonë nga Amerika, Jozefi dhe Viktorit, që gjenden këtu në mesin tonë në emër të babës im, Angel Kengje, që edhe ka përgatitur këtë shkrim, pasi që s'pat mundësi të vinë nga mërgimi I largët, si dhe në emër të gjithë zekanëve, ju falenderojmë dhe ju dëshirojmë mirëseardhje këtu në Stubël, para kësaj shtëpie bujare që njihet si krenaria e familjes Pashku dhe e gjithë fshatit. Mirë se keni ardhur. Në veçanti duhet ta falenderoj Ministrinë e Arsimit, gjëgjësisht Zëvendës Ministrin e Arsimin, mirëseardhje I respektuari Zëvendës Ministër. Dhe faleminderit për mbështetjen e këtij projekti madhor. Është një moment emocionues për mua, përveç si familjetari I kësaj familje, unë jam edhe nipi I kësaj shtëpie. Kështu që një kthim në fëmijërinë time kur vija te daja Viktor, te gjyshja, dhe kur si fëmijë luja këto, dhe tani po e përjetojmë një moment kur kjo trashëgimi po ruhet fal angazhimit të Ministrisë Kulturës, institucioneve të trashëgimisë kulturore. Po e theksoj me shumë vetëdije dhe ndërgjegje se kjo ditë është një nisje e mbarë për ruajtjen e trashëgimisë kulturore në Stubël. E dash Zoti që në vazhdim të punojmë edhe më tutje, të ruajmë kullat, shtëpitë tona, që pas arsit tanë të dinë të bëjnë një lidhje edhe të trashëgimisë kulturore, edhe të kësaj prekje të shtëpive, se si kanë jetuar të parët tonë. Dëshirojmë I falenderoj gjithë në mënyrë të veçantë edhe sot pranishëm Zëvendës Ministrin këtu, që është një pranije për krahjes së tij e institucioneve tona. Faleminderit të gjithë atyre që kanë punu. Është një numër I madh I atyre që kanë punuar deri në ditën e sotme. Urime kjo ditë e të vazhdohet në këtë mënyrë pa u lodhur në ruajtjen e trashëgimisë tonë kulturore, që është pasuria e shpirtit të parëve tonë, që e kemi bërç për ta ruajtur dhe për ta bartur në brezat që do të vinë. Urime e punë të mbarë punëtorëve që do të nisin sot. Ky kompleks nuk është vetëm një ndërtesë e vjetër, kështu që duket ngurë dru, por është edhe njëkohësisht një monument I gjallë I historisë sonë të përbashkët e në veçanti të Stubëllës e të familjes Pashku, një dëshmi e qëndresës, e besës dhe dashurisë për Stubëllën e për ardheun. Që shu tha edhe më herët, kjo shtëpi është ndërtuar në vitin 1905 nga Fil Pashku, në të njëjtin vit kur pak metra më larg është legalizuar shkolla e parë shqipe në Kosovë. Stubëlla që nga e kohë është shndruar në një vatër të dijes, të kulturës kombëtare. Kujtojmë gjithashtu në këtë rast martirizimin e Augustin Pashkut të qindra stubëllazëve në vitin 1846, të cilët u flijuan, por nuk hoqën dorë nga identiteti dhe besimi tyre. Ky monument sot po ngritet me përkushtimin e Ministrisë Kulturës
Unë ju falenderoj që më falenderut edhe mu me gjithë mbështetjen tonë, në këtë rast edhe si Vitjas, po edhe si zëvendës minister. Investimi është i Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, për çka duhet jemi mirënjohës ndaj ministrit edhe ndaj vetë kryeministrit, që ka qenë i angazhuar edhe personalisht në realizimin e këtij projekti. Po që është e rëndësishme që ky nuk do të jetë nuk është në fakt as investimi i parë në ruajtjen e trashëgimisë kulturore, po nuk do të jetë as i fundit. Vlerë prej rreth 650.000 eurove, fillestare do fillon restaurimi i këtij kompleksi memorial. Po nikosisht kjo nuk do të jetë e fundit, shumë shpejt, veç tashmë është e buxhetuar edhe do të filloj edhe projektimi edhe realizimi projekti tjetër të shkollës parë shqipe këtu në Stubull. Unë e thash ky objekt, por në fakt gjitha objektet kulturore që po renovohen do ta rikthejnë edhe një herë vëmendjen edhe të njerëzve të tjerë, edhe të vizitorëve tonë që janë shumë në Stubull dhe në këtë rrethinë, e që sigurisht do të ndikojnë në zhvillimin edhe të këtij lokaliteti, po edhe të Vitisë në përgjithësi. Në fund, më lejoni që me kënaqëri të themi së bashku që kjo është pra Kosova jonë, kjo është trashëgimia kulturore, rënjet tona, identiteti ynë dhe ardhmja jonë. T'i ruajmë ato e të kultivojmë trashëgimin tonë kulturore, të rikthejmë në kujtesën tonë historike. Faleminderit shumë.